Po, ky është të themi formacioni konsoliduar që ka përdorur Silvinjoa. Unë do të kisha gjithçka më mirë se çdo një nga ne e di trajneri, më mirë se ne të tjerët. Po për mendimin tim është kjo. Duke qenë që luajmë në fushë të huaj, mendoj se ne nuk do të jemi në një sulm frontal, por do të jemi të kujdesshëm dhe do të jemi shumë të ekuilibruar, të sulmojmë në mënyrë të befasishme. Ne s'mund të jemi totalisht në sulm. Për ta kryer këtë, domosdoshmërisht duhet të kemi dy lojtarë që kapin hapësirat. Dhe unë do të thosha që Broja dhe Daku janë më të përshtatshmit për të kapur hapësirat, pasi dihet që janë të dy futbollistat të shpejtë dhe me hap shumë të madh. Sigurisht dhe mana është i rëndësishme, po jo sa këta. Ndërsa përmes fushën jam totalisht dakord, si gjithmonë Aslani është titulari, Laçi për mua është i domosdoshëm sepse duhen se s'bën dy lojtar motorik dhe Laçi është i tillë. Ne kemi cilësinë në mes që është Aslani, kemi edhe Bajramin që duhet për mua patjetër, pasi është një goditës shumë i mirë në distancë, ndoshta në mes fush luan tjetër Shehu, se detyrimisht duhet të jetë një ndeshje 4-4-2. Ne nuk mund bëjmë aventurë të shkojmë me 3 sulmues në Serbi. Ndërsa për kaçën e mbrojtjes jam dakord me Hysin, se Hysa e ka rregulluar me të drejtë këtë 6 muajt e fundit situatën e tij, pasi e kaloi atë krizën që kishte para një viti. Gjimshiti është kolona kryesore e mbrojtjes son, Mitaj po ashtu është i konsoliduar në rolin e tij. I vetmi dyshimi i mi është, duke qenë se ato kanë një lojtar, jo një, po disa në rolin e qendrësulmuesit, të themi të paktën Dušan Vlahovićin, është shumë i lartë në ajër. Dhe unë do të thosha që do të ishte më mirë që lojtari që do të mbulonte atë të ishte një nga dy, o Kumbula, nëse Kumbula është në gjendje, ose Mihaj, jo Mitaj, Mihaj, që dhe ai është lojtar i lartë në ajër. Ndërsa për portën, Strakosha është i padiskutueshëm, pasi është, do të thosha, sot për sot roja i portës, portieri më i mirë që ne kemi. Zoti Çipi, Manaj do të nisë që nga starti i parë të paktën siç është konfirmuar deri tani, po ashtu edhe Broja. A e shikoni këto dy lojtarë si dy lojtarë që mund të bëjnë diferencën sonte, apo do duhet një forcë tjetër më e madhe, ajo e ekipit për ta çuar skuadrën drejt një fitoreje? Manaj dhe Broja kanë një të mirë, sepse kanë disa ndeshje që luajnë bashkë, do të thotë që tashmë e njohin lojën e njëri tjetrit. Unë thash pak më parë për Dakun, për atë argument që dhash që ka hap të gjatë, ne do të luajmë në kundër sulm, dhe është e domosdoshme një lojtar i tillë që është dhe potent dhe me hap të madh, pasi është dhe i fuqishëm. Cilësi të tillë ka dhe Manaj, ka hap më të vogël për arsye edhe të shtatit, ka shpejtësi, po jo në nivelet ndoshta të Brojës, dhe sidoqoftë është i konsoliduar si lojtar. Është një lojtar që e kemi pas prezent në të gjitha ndeshjet që janë zhvilluar deri tani. Nuk është e mjaftueshme që ne me këta të dy të realizojmë sulmin. Kjo është e padiskutueshme. Domosdoshmërisht duhet të mbështetet nga pjesa tjetër. Në mënyrë të veçantë nga ato që janë më afër tyre, ndoshta Bajrami dhe Aslani, do të thosha unë. Bastet kuotojnë Serbinë për një fitore të mundshme sonte, ndërsa për Shqipërinë pra kuotohet më pak. Në këtë rast, ju si e shikoni, sa gjasa ka, po themi realisht dhe objektivisht, që Shqipëria të marrë 3 pikët që i duhen me patjetër? E thash që është në fillim që ndeshja e sotme është ndeshja më e vështirë e këtij turneu që zhvillojmë ne për eliminatorët e botrorit. Ndeshja sot, për një arsye të thjeshtë, sepse ne gabuam, nuk arritëm do t'i merrim të 3 pikët në Letoni, edhe këtu me Serbinë duhet i kishim marrë të 3 pikët në ndeshjen tonë, janë të dyja ndeshje që ne i mbyllëm në barazim, dhe kjo na penalizon, kemi lënë 4 pikë. Serbi ka një favor të madh, që ka 2 ndeshje të tjera krahas kësaj tonës, ka dhe me Andorrën dhe Letonin, i ka të dyja brenda. Anglinë nuk po e konsiderojmë, pasi me Anglinë ato rrifja nuk diskutohet, mirë po kanë 2 ndeshje që janë 6 pikë, ndërsa ne sot këte kemi të fundit, të themi, kemi dhe Letonin që kemi jashtë, mirë po të themi, kemi një ndeshje më shumë nga ata dhe kemi 1 pikë, ne kemi 8 ato 7. Kështu që duke bërë llogarit në letër, për ne nuk është e lehtë. Për ne sot është kusht
Fitoria e domosdoshme, që nuk është e lehtë, është e vështirë, që duhet jemi realist. E duam shumë, po unë po them, i kemi shanset të them 50-50, pasi ne veç elementve që janë mëse të domosdoshme sportiv, këto ndeshje janë ndeshje karakteriale, duan me se zbën që të përfshish aty edhe shpirtin dhe zemrën. Në qoftë se këto ndeshje nuk luhen me shpirt, përveç cilësive, aftësive profesionale, tekniko-taktike apo fizike, është e domosdoshme, këto ndeshje luhen për gjithçka. Në qoftë se të futbollistët tanë do ta konsiderojnë të tillë, kemi shanse që ta kalojmë. Sa e favorizon faktin pra për lojtarët e kombëtarës shqiptare, sa e favorizon fakti që do të luajë në një stadium tjetër ndryshe nga i Beogradit të vitit 2014? Po, është më e favorshme, pasi stadiumi Leskovacit është rreth 8.000 shikues, po ta krahasosh me atë Beogradit është do thosha 1/5 e tij, kështu që ka ndikimin e saj. Pasi në qoftë se do të ishte në Beograd do të ishte tepër e vështirë. Ju shikoni se çfarë sjellje bëjnë ata aty në Leskovac, që e kemi këtu afër në krah të Kosovës, është shumë pranë kufirit ton, dhe situata atje, siç e nisët ju bisedën, është të themi jo e mirë në pjesën jashtë stadiumit, në mënyrën e komunikimit të pritjes. Kështu që do të ishte shumë e vështirë. Unë them Leskovaci është i favorshëm për ne, për vetë pozicionin që ka dhe numrin e spektatorëve, dhe ato ka vendosur sa rregulla që në mënyrë që në stadium të mos futen këta ultrasit apo huliganët, si i quajnë ata. Zoti Çepi, dhe pyetja e fundit, çfarë do t'i sugjeronit Silvinjos për të pasur atë asin në mëngë që mund të bëjë ndryshimin e madh dhe për të marrë 3 pikët në Serbi? Gjithçka është në dorë të Silvinjos dhe është e drejta e tij. Unë atë që thash pak më parë, në qoftë se do të për mua, në qoftë se do të isha unë, me siguri do t'i vendosja një lojtar qendërsulmuesi të serb, do t'i pozicionit, do t'i vendosja një lojtar që luan më mirë në ajër aty në qendër, të jetë dhe i ekuilibruar. Kjo është shumë e rëndësishme. Çdo të thotë i ekuilibruar, që ne numri lojtarëve që luajmë në fazën mbrojtëse, sigurisht duhet të jenë gjithë angazhuar, po të jetë paktë një gjashtë që mbrojtjes dhe 2 mesfushor, ata që quhen lojtar motorik, që vrapojnë më shumë, janë fizikisht më të fortë. Dhe duke realizuar kapjen e topit, të nisim sulme të menjëhershme gjithmonë për merrtimin tim e kontrapjet nëpërmjet mbrojtjes edhe Manajt në këtë rast, nëse ka vendosur që luajë Manaj. Zoti Çepi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.